Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi e takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë. Prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja qojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe kerejt muslimanëve që e kanë pasuar, pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Na këtu po ishim duke folur për hadithin e dytë të 40 haditheve të Imam Neveviut. E kena përmend që Imam Nevevi ka mbledh një 40 apo 42 apo 43 hadithe, 42, 43, këtë noshe, edhe i ka mbledh. Këtë ju që ai i ka shpik, i ka mbledh për libeve që i ka po, dhe është përpiq me do hadithe që thuj se dinin preket në tana pikat prej këtyre haditheve. Na jena të fut të hadithi dytë, i thujnë hadithi Gjibrilit. Ose hadithi kur erdhi Gjibrili në formë të njeriut, Gjibrili është melek. Kur erdhi Gjibrili edhe melek edhe i ngarkuar për bartje të shpalljeve, me pru shpallje tek prej Allah tek njerëzit. Dhe erdhi tek pejgamberi selam, erdhi në fund të njerit, edhe pi thot pejgamberit alayhis salam, edhe me plak të zezat që kanë përmend, tesha të bardha, edhe i tha pejgamberit selam, o Muhammed, a ka mundësi mu më tërgu që është islami? Çka quhet islam? Pejgamberi alayhis salam i tha, islam është me thonë shahadetin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij. Tjetra është çka është islam? Tjetra është me fal namazin, me dhon zakatin, me agjeru muajin e Ramazanit edhe me shku në haxh ata që kanë mundësi. Këtë pjesa e parë e këtij hadithi aludon që po bën me shenjë për të jashtëmen e muslimanit. Se këtë që tu me fal namazin, me agjeru, me shku në haxh, don punë të jashtme. Për drejtë, me dhon zakatin, këtë punë të jashtme sikur hadithi po bën me shenjë. Këna përmend diçka për kësaj pjese, veç talikate, veç replikat vogla i kanë bën. Se kam kallëzuar që hadithi don shumë sqarim. Pastaj e tha, e çka është, tha, të vërtetën e the. Tha Omeri, u çuditëm, qysh edhe po pyet dhe po thot e the të vërtetën. Pastaj tha, çka është imani, tha o Muhammed, çka quhet iman, besim. Pejgamberi tha, iman është me besu Allahun. Na kena përmend me besu Allahun, i bjen, me besu se ai është një, është i vetëm, s'ka shok, si ngjasen atij diçka. Ai është i plot fuqishëm. Është i gjithdijshëm, është më i urti, është më i miri, është më falësi, më mëshiruesi, është Allahu Azza wa Jall, kë patëmeta. Allahu është patëmeta. Prandaj mos ta paramendon dikush Allahun në një mënyrë sikur diçka më të meta. Jo, Allahu është patëmeta, s'ka të meta. Në asnjë aspekt, nëse njëri mendon se unë po e bëj një diçka dhe Allahu nuk mundet më ma vërejt mu që ke përvajone, e ka llogarit Allahun si me të meta. Allahu është pa të meta. Kjo i tha, me besu Allahun tjetër, me i besu melekt. Ato krijesa që kina përmend, meleket janë krijesa të Allahut, kanë shpirt, edhe ato, ose edhe ata, meleket kanë shpirt, janë të krijuar prej dritës, numri tyre shumë i madh, aq i madh sa që kërkush nuk e din. As pejgamber se kanë ditë. Këto e din veç Allah, se veç numri shumë i madh. Edhe për numrin e madh të tyre, unë kam përvit si shembull të vogël, ku më thon ata një 8 miliardë njerëz që janë tash në parafrasisht ato, një 8 miliardë njerëz, çdo njëri prej tyre ngon nga 5 melek që vazhdimisht mirën me ton. Tash me bëmë shumë zot 8 miliardë me 5 del numër shumë i madh këtu. Pastaj kena melek tjerë, ënkas melek të cilët vinë dhe i përcjellin gjendjen ku po mohet derse, ku po flitet për Zotin, ku po flitet për din, edhe vinë kontrollojnë gjendjen edhe përcjellin dhe rrethojnë, ka dhënë hadithe, dhe rrethojnë deri në qiellin e parë dhe edhe lëshojnë rahati e qetësinë atë vend. Edhe kjo tash që na po e bojna,
shpresojnë me kom prej vendeve të tilla. Pra veç këtu tash në çdo vend rruzullin të kësur, so vendin mund me kon që përmendet Allah dhe bëhet dhikr, numri shumë i madh. Haxhi, më shumë i madh. Prandaj numri i melekëve është shumë i madh. Është thorë me një zinxhir deri tek Ibn Abbasi, po unë kam pas përmend dikun tjetër që ka fjalën këtë zinxhir. Vetëm se thot kur zbresin ditën e gjykimit, njerëzit për shembull krejt, pe Ademit alson deri fundit që vjen. Allah deri fundin tash, që vinë këtë kanë me dalë para Zotit. Kur dalin krejt, kur t'ja nisin me zbrit pastaj melekët për qiellit të parë. A di sa tha Ibn Abbasi këtë rast? Tha që melekët e qiellit të parë janë sa dy fishi, i krejt e njerëzve në tokë dhe e gjinëve. Numër shumë i madh. Njerëz dhe e gjinë, tash veç melekët e qiellit të parë se dy fishi tyne. Pastaj kur të vinë melekët e qiellit të dytë, apet bon se dy fishi i krejt melekëve të qiellit të parë dhe njerëzve dhe e gjinëve. Dhe shkon çështu deri në fund mos. Por numër shumë i madh këtyre melekëve. Çallë ka kriju melek ankas me qytet që është në safin e parë. Edhe me bon ka kriju edhe më kujdes për ta. Cili është në safin e dytë, cili është në safin e djathtë, cili po i plotson sofat. Për njerëzve, më ne me po do ankas. Sot di gjumoje. Ankas ka melek që të dhe i rarin, edhe shënujnë, filoni erdi pari. Haxhia erdi pari, haxhia tjetër i dyti, edhe deri në fund. Ankas për qitë pun janë. Veç kush po vjen i pari, kush i dyti, kush i treti, edhe deri në fund. Sa që ta, pejgamberi kur të hyp imami në hutbe, ata meleket që janë të dera që vish me shënu, ata i mbyllin fletushkat. Ka mundësi në kush tjetër me hi. Ka mundësi. Edhe sikur që po ndodhë në xhamin tonë, që po hin tjetër pasi që unë hypin hutbe. I mirë po, ha pejgamberi ata kur të hyp hoxha në hutbe nis me forta, ato i mbyllin dhe ja nisin me ngu hoxhën. Mo ato ose ata meleket më nuk shënujnë. Pra ka mundësi me hi dë që po vinë një kështu me figura, gjend mirë, mashallah, por po tham se në mënyrë përgjithshme që mos më di për kam po flas, edhe ata hin, por emri i tyre sfiguron në fletushkat e melekëve që kanë hikën po xhumo. Sfiguron emri i tyre, nuk figuron. Pra ankas melek apo vreni, sa është numri i madh i këtyre melekëve. Dhe normal veç për botën e melekëve ka shumë. Dikun i ka marrë 37 derse dikun, për nashta kemi plan 100 mi ful, por ato janë vend tjetër në detaje s'po hina shumë. Më rëndësi, ai nesini. Edhe tha pejgamberi, besim është po besu Allahun, melekët e tij, librat e tij. I kena përmend librat e tij, katër librat, mi besu pejgamberët. I kena përmend pejgamberët nuk tolerohet për pejgamberët kur tona mi besu asnjë fjalë fyese. Për asë një pejgamber nuk tolerohet. E që kjo fatkeqësisht ndodh. Po ndodh. Në rruzullin të kësur, po edhe në vendin tonë. Bëhet fyse, pavarësisht a flet fjalë fyse për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a flet për Isën alayhi salam, a flet për Musën alayhi salam, a për Davudin, a për Nuhin, cilin do pejgamber të ndaluar e kena në mënyrë të preme se nuk guxojna me fol një fjalë fyse për ta. Sa njerëzit më të zgjedhur që Zoti ka zgjedhur. I ka zgjedhur që çaty në mjallë mesazhin e çata më na shpërndo pastaj njerëzimit më shpërndo. Asnjë fjalë fyse dhe një fjalë fyse për këta pejgamber. Një fjalë fyse llogaritet e ndinin Islam dalje për dinit. E pa ta përmend bili në hutbë, e pa ta përmend që bili mezhebi Hanefi, ju fyse që na se llogaritmi na shta fyse. Ka thon Muhamedi sallallahu alaihi veç me bon me ja thon emrin, veç me ja thon, u pa kur gjuhë, veç me thon emrin, emër të zvogluar, ju që mirni me literaturë dini, emër i plot, emër i zvogluar, veç me i thon emër i zvogluar, one për shembull kam, one, burem, dikush ma zvoglu për ledhatim, më të ma zvoglu për shembuli, pezon, me bon, kanë thon Hanefit, me i thon emrit Muhamedit alayhis salam, veç çështu i zvogluar, dole për dinit. Për asë një fjallë fyse, për asë një pejgamber nuk tolerohet. Ata që flasin diçka, qoftë as hajgarët me pejgamber nuk tolerohet. Këna me folin sholla këtë i veranin hëtbe, si që ka vlerësu Allahu që veç me bon hajgare me këta njerëz, çfarë dispozitet të mendin e Islam? Së tolerohet. Pra besimi pejgamberve është, edhe me i besu që kanë qenë njerëz që nuk, njerëz si njerëz të tjerë, kanë hangër, kanë pi, janë martu, kanë vdek, kanë morin gjallë dhe këta, vetëm se Allah i ka veçu me mesazh.
me libër ose pa libër, vetëm se i ka veçu me mesazh. E tjetër, çka është imon? Pra imon thash me besu Allahun, me besu me melekët e tij, librat e tij, pejgamberët e tij, me besu ditën e gjykimit. E përmendëm pak herën e kaluar që ditën e gjykimit është patjetër. Dhe ajo çka mundem me thonë, për shkak praktikës po e tham, jo pse unë e di të shetën, po për shkak praktikës muj me thonë që në popullin tonë ka gjë fort është e theksuar kjo çështje që njerëzit ka njerëz që e mendojnë veten e tyre se janë në islam, e mendojnë veten e tyre bile që si desim me herë në xhennet, shpirti kam i shku, kështu e llogaritin, mirë po ose mendojnë që janë më të mirë në rrethin e muslimanëve, kur ti këshirsh ai nuk e beson ditën e gjykimit. Ai nuk e beson ditën e gjykimit, nuk beson. E kjo ka besim. Pejgamberi ja mësoi, ja tha Xhibrilit, që është besimi quhet për me besu edhe ditën e gjykimit, me besu se po që ka me vdek se këta Allah ja ka imponu. Këta për me vdek ja ka imponu besimtar dhe pa besimtar. E besojnë këtë që kena me vdek. Vetëm se që kena mund gjallë, e me dhonë logëri, këtu nuk ja ka imponu krejtve. Dikush e beson, e dikush se beson. E qaj që se beson, qaj edhe 5 vaktet me i falë. Edhe pak në edhe sunetet. Edhe do na file bili muqunatën. Me falë, se qaj që nuk beson, që na kena me dalë para Zotit, me dhonë lëgëri dhe Zotit ka me na pyt, edhe s'kin mes teje dhe Zotit as një ndërmjetësues, s'ka përkthyes, ka thonë pejgamberi sa, s'ka përkthyes, dhe Allah s'ka nevojë për përkthyes. Edhe qëtë, o ti filan, çka ke bon? Atë kujtuhet që ke bon, as kujtuhet, me bon me mohu, që shë përmenda hejnë e kaluar, mbyllët gjuha, goja, edhe nisin gjymtyr klasin. Më rëndësi, do ta besojmë, besim është imon, vërtet si kur mos t'ishte kjo, alhamdulillah që është dita e gjykimit. Mos me kon dita e gjykimit, për një me tani shkone, çka u kjo jetë? Jetën 4-50 vjetë, ja 100 vjetë një tëfsh, ose si Nuhi, mbi 1000 vjetë. Më shkona pet. S'ka në farë. Për shka mu lodhë, në gjithë ditën me punu, gjithë më le më... që po heci bili. Ndërsa alhamdulillah që di gjykimi. Pastaj, ku ta që është, so zullumqari është në tukë. So zullumi i bëhet njerëzve në tukë. Prej so njerëzve, prej so shteteve. I bëhet so zullumi i bëhet në tukë. Ata në këseve në tërnë. Gjithashtu nëse i këshëni. Vetëm se so zullumi i bëhet. Po ku ta këshirsh, so zullumqari është, a i ka kalu për i botës edhe kur gjo. Ka kalu për i botës edhe s'ka hongër asë një denim. Kjo, veç ndjenjat dhe pahin në argumente heq, ndjenjat e tona dhe logika ajo në që është spepranan, që është kjo boni zullum, boni si kur gjës ju këthy. Hamdëra që është dita gjykimit, e atë dit, tani shifen, kush boni zullum dhe kush nuk boni dhe i ipet përgjigja. Edhe shpërblimi ose denimi, pastaj, shpërblimi ose denimi. Kjo është pra me besu ditën e gjykimit. E tjetër tha çka është? E tjetër tha është me besu qadon dhe kaderin. Tha me besu që e mira dhe e keqja janë prej Allahut. Me besu kaderin është tim kogja e gjërë dhe që dënë sharime të shumëta, unë në mush aset për kësaj rrë për veç një 4 shtylla. I thujnë 4 shtylla të kaderit. Shtëpia, i ka të shtylla kryesore shtëpisë, sa mund të ketë. Nashta një shtëpi mund të ketë me 4. Nuk e di. Vetëm se unë betam një përgjithshme, 4 shtyllat kryesore të kaderit, unë vishpja përmendi sot, për shkak se këmë thonë nuk do të bajnë shumë sqarim të hadith është i madhë. Cilat kader caktimi Zotit. Ju gjithë herë ta kuptojnë avi caktimi Zotit edhe pse për shkak ti nuk po falesh? Caktimi Zotit. E ju keni thonë vetë caktimi Zotit. Pse ti nuk agjeron? Caktimi Zotit. Pse s'po vjen gjimon me falë? Caktimi Zotit. Këse në bashkështë nuk shkujnë. E kaderi kë, ato 4 shtyllat janë kështu, gjatër. E po ora, nëse qëto monimen në kaderin, kini me post qartë së herë të lezani për kaderin. Se vërdet ka shumë libra të shënuar për kaderin, dhe ka shumë grupe të devijuara që kanë deviju për shkak mos njohjes së kaderin. Monimen shtu. E po ora është te kaderi me besu se Allahu ka ditë gjithçka. Allahu ka ditë dhe din gjithçka. Para se me kriju tokën, qiellin, arshin, thronin e tij, kalemin, lapsin,
dritën, rësiren, para se mi kriju, Allahu, Azza wa Jall, a i kerejt e ka dit, se so njerës kanë marrën këtë ruzullin të kësur, që ka me konë emri e që ati njeri të mirë, prej ka me konë, so ka me jetu, qysh kam ju sjell jetë a krejt, e vrejnë, vish për një njëri, detajet i ka dit. I ka dit, hale pa e kriju gjësin krejt. Kjo është Allahu. Edhe din për ata pasardhë si tunë, qysh kanë me posë emrin, kush ka me jalon emrin, so ka me jetu, a ka me qenë buri mirë, a ka me qenë buri keq i din. Allah Azza wa Jall, kjo është Allah. Kjo është në folti. Pastaj, kjo është e pora, do ta besosh te kaderi se Allahu din gjithçka. E pora. Nëse njëri mendon që Allahu s'din, nuk është besimtar. Nëse njëri mendon që Allahu i mshefet diçka, çka ti po e ban peshim dritat edhe po e ban, e Allahu po i mshefet, s'është besimtar. E tjetër është që kerejt çka ka ditë, por çka ka me hecë në rruzullin të kësur, edhe në kozmos, çka ka me hecë, Allahu e ka shenu. Kjo është e dyta. Po e men. E para ke, kam ja përsërit se nështë në hetë, zafër të pës, edhe vendime. E para është se Allahu e ka ditë. E dyta është se Allahu e ka shenu. Kerejt, çka ka me ndodh, Allahu e ka shenu pse e ka ditë çka ka me ndodh. A dënë të aludën kjo se po ja impona njerëzve? A aludën, a mundet më kuptu kjo që po qëti me zërmës më falë ty? A mundet më kuptu që po qëti me zërmës me agjeru? Mes me orë në gjumo? E me mytë njerëz? Po qëti me zërna? Jo. Po ti mundet më po kateri zotë i caktu me ka shkru. Po e ka shkru. Po e ka shkru për shkak se ka ditë. Veç e ka ditë që ka me bon. Jo pse ka me ta imponu ty. Po kjo është Allah i gjithdijshëm. E ka ditë se ti çka ki me bon, edhe ta ka shenu. Po kjo sa lodën që ka me ta imponu së ti. Vetë ki me zgjell. Dhe vetë e zgjell. E qo? Dhe që thë? E dyta, gjithë shka. Dhe Allah, dhe ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të regan hadith të vërtet, Allah e krijoi lapsin. E krijoi lapsin. Edhe i tha lapsit, shkruaj. Lapsi tha, ma aktub. Çka të shkruaj o Zot? Allahu i tha, uktub ma huwa kainun ila yawm al-qiyamah. Ti o laps, shënë në libën mahfudh të rujtë të kaj, ose lauhi mahfudhin, tha shënë kerejt çka ka me ndodhë dhe në kiamet. Edhe nisi lapsi shënën. Pra Allah e shënëj. A e kuptu që këtu nëna ka qenë caktim, së dhe që kanë qenë imponim. Ta dim ku po mbesmi. E para kja Allah e ka dit, e dyta ka shënu dhe e treta ka dosht me ndodhë qashtu. Dhe ka dosht, nëse që të ndohë se ban, atëherë ka mundësi, edhe pse me keni minutat. Pelon. Veç që të dyja nësa përsa të moni men. Herën tjetër tani, përse i të këtë dyja i nisi dhe dy tjera, që mësë me na ikë minutat, së tani këta gjëgjalot, thojnë një minutat në shkotën, edhe pushimi shkaj, kështë që e para është se Allahu e ka ditë gjithë shka dhe Allah e ka shenu në këtë pikë e vazhdojnë edhe pakëz. Inshallah, herën e ashme, lusmi Allah në të na fort në mshëran. Lusmi Allah në zëvëgjën në gjenet me pejgamberet të në takon të në bashkan. E kullu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum.